Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Zotin e madhëruar, krijuesin e gjithësisë. Salavatet dhe përshëndetjet qofshin për pejgamberin Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar dhe motra besimtare, shfrytëzoj rastin që në fillim t'ju uroj për ardhjen e muajit të Ramazanit, muajt të bekuar, musafirët e Allah. Dhash Zoti që ky muaj të vinë mesin ton, na gjej të përgatitëm, ta mirëpresim të dalmi të pastër nga mëkatet, sikur atit që na kanë lind nënat tona. Të dashur vëllezër dhe motra, është mirë që paraprakisht, para se të vjen Ramazani, t'jemi të përgatitëm e ta mirëpresim këtë musafir të Zotit. Ramazani është një prej obligimeve të fesë, një prej shtyllave të fesë, një prej obligimeve cilat nuk vijnë për herë të parë mesin tonë. Ai vjen vazhdimisht mesin tonë, qëndron disa ditë e pastaj kthehet prapë te Zoti. Për atë është mirë që ta presim mirë, të kalojmë çaste të bukura me të mirë, e pastaj kur të kthehet te Zoti, të ketë me çka më kthye, e dëshmon për neve para Zotit, për mikpritjen edhe për angazhimin ton që e kemi bërë gjatë këtij muaji. E lut Zotin që ky Ramazan që vjen mesin ton sjell hajër dhe bereqet, që të na bën më aktiv në jetën e përditshme. T'jem nga ata cilët e shfrytëzojmë këtë muaj, t'jem nga ata cilët e përmirësojmë veten tonë këtë muaj, sepse për neve ky është një adhurim i cili mund quhet si një lloj trego fitimprues, për arsye se gjatë këtij muaji kemi shansin dhe momentin, kemi mundësinë që të mbushemi me vepra të mira, që të rëndojmë veten me vepra të mira, e të letohet peshorja e veprave të liga apo të këqija. Të mundohemi të agjërojmë në formën më të bukur, më të mirë, të agjërojmë me gjithë qenjen tonë, të agjërojmë edhe nga ushqimi dhe pija, edhe me mendje, me gjuhë, me sy, me vesh, me dur, me këmbë, me gjithë trupin ton, të agjërojmë për hatër të Zotit, të largohemi nga mëkatet e gabimet, të jemi nga ata të cilët kujdesemi gjatë jetës ton, kujdesemi gjatë Ramazanit, para dhe pas Ramazanit dhe gjatë gjithë jetës. Prandaj, ashtu sikur ne para përgatitemi në shtëpijat tona kur ftojmë një musafir, ashtu duhet para përgatitemi edhe për ardhmen e Ramazanit. Po ashtu sikur delegacionet e ndryshme kur vizitojnë një vend apo një shtet që mirëpriten edhe me shtëpia të kuqe, po ashtu edhe në formë më të bukur e më të mirë ta mirëpresim Ramazanin edhe ne me zemra të pastërta, me shtëpia të bardha, e mundohemi ta shfrytëzojmë këtë kohë, këtë moment, këtë mundësi që Zoti na jep, e t'jemi prej atyre që do fitojnë xhenetin e Zotit inshallah. Edhe një herë shfrytëzoj rastin t'ju uroj për ardhjen e muajit Ramazanit, dash Zoti që ne ta agjërojmë këtë muaj, ta adhurojmë Zotin me adhurime ndryshme këtë muaj, e t'jemi prej fitimtarëve inshallah. Allahu inshallah është i kënaqur me gjithë neve, na udhëzon neve, na e shton sinqeritet. E lut Zotin që Zoti na bën prej banorëve të xhennetit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.